Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju sjell një histori të ndërlikuar, të dhimbshme dhe plot dilema morale, ku dashuria dhe faji përplasen fort me njëri tjetrin. Titulli i saj është E dashurova motrën e gruas, një rrëfim i mbushur me ndjenja të ndaluara, pasione të fshehura dhe dëshpërim të thellë. Ky nuk është thjesht një tregim dashurie, por një udhëtim emocional në botën e brendshme të një burri i cili e gjeti veten të ndarë mes detyrës, besnikërisë dhe një ndjenje që s'duhej të kishte lindur kurrë. Çfarë ndodh kur jeta vendos përballë një tundimi që sfidon çdo normë shoqërore e familjare? A është dashuria një forcë e pastër që nuk njeh kufi, apo një faj i rënd që djeg shpirtrat e të gjithë atyre që përfshihen në të? Në këtë histori do të gjeni tension, dilema, momente rrëqethse dhe lot, sepse rruga e ndjenjave të ndaluara nuk është kurrë e shtruar me lule, por me dhimbje e pasoja të rënda. Takimi që ndryshoi gjithçka. Ishte një mbrëmje e zakonshme pranë fundjavës, kur Dritani u ul në dhomën e tij të qetë, duke menduar për jetën që po i rrëshiste ngadalë mes rutinës dhe përgjegjësive. Gruaja e tij, Albina, kishte shkuar për një vizitë tek një afërmja, dhe ai kishte pak kohë për veten, por asgjë nuk e kishte përgatitur për atë që do të vinte pak më vonë. Në atë mbrëmje, Albina e kishte lutur të takonte motrën e saj, Elvanën, e cila sapo kishte ardhur nga qyteti tjetër për një vizitë të shkurtër. Dritani e priti me mirësjellje, por brenda vetes ndjeu një ndjesi të pazakontë. Elvana ishte një grua e bukur, me një shikim të thellë dhe një mënyrë të qeshur që tërhiqte menjëherë vëmendjen. Çdo lëvizje e saj duke e qetë, por njëkohësisht kishte një energji të fuqishme që të mbante pezull. Biseda nisi me miqësi të thjeshtë, tema familjare, kujtime të fëmijërisë së Albina dhe Elvanës, dhe disa histori të vjetra që i bënin të qeshnin. Por ndërkohë, Dritani ndjeu diçka që nuk mund ta përshkruante lehtë, një tërheqje të pazakontë që filloi të rritet gradualisht në zemrën e tij. Çdo fjalë e Elvanës, çdo shikim i saj, dukej se lëvizte diçka të brendshme në të. Ai u përpoq të shmangte mendimet e rrezikshme, duke i kujtuar vetes se ajo ishte motra e gruas së tij, dhe se çdo ndjesi për te respektit ishte ndaluar. Por emocionet e tij nuk mund të ndaloheshin kaq lehtë. Çdo takim i mëtejshëm me Elvanën filloi të sillte një tension të brendshëm, një përzierje midis admirimit të pafajshëm dhe dëshirës së ndaluar. Në atë mbrëmje, ndërsa Elvana u largua, Dritani qëndroi i heshtur, duke ndier peshën e një ndjenje që nuk duhej të ekzistonte, por që tashmë kishte marrë vendin e vet në zemrën e tij. Ishte fillimi i një rrugë të rrezikshme, një rrugë ku dashuria dhe faji do të përplaseshin fort, dhe ai e dinte se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Në pjesën tjetër, do të shohim se si kjo tërheqje e fshehtë fillon të ndikojë në jetën e tij të përditshme dhe marrëdhënien me gruan. Ditët pas takimit të parë me Elvanën u bën një sfidë e vërtetë për Dritanin. Sa herë që mendonte për të, zemra e rrihte më shpejt, dhe çdo kujtim i buzëqeshjes së saj ngjallte një emocion të papërshkrueshëm. Ai e dinte që ishte e gabuar të ndjente diçka për motrën e gruas së tij, por ndjenjat nuk pyetnin për rregulla. Në punë, në rrugë, në çdo detaj të përditshmërisë, ai e gjej veten duke krahasuar çdo grua me Elvanën, duke kërkuar atë pa e pranuar hapur. Çdo telefonat që Albina merrte nga motra e saj e sillte Elvanën në shtëpinë e tyre, dhe çdo bisedë midis tyre bëhej një lojë rrezikshme emocionale që Dritani përpiqej ta kontrollonte, por nuk mundej. Një mbrëmje, kur Albina ishte larguar përsëri, Elvana u ul pranë tij për të biseduar më gjatë. Tensioni mes tyre ishte i dukshëm, dhe heshtja e gjatë ishte e mbushur me ndjenja të papërshkruara. Dritani ndjeu një tërheqje të papërmbajtshme dhe një dëshirë që e tremte, por ai përpiqej të qëndronte i kontrolluar. Dritan, tha Elvana, duke e parë thellë në sy, ndonjëherë ndjej se ka diçka më shumë mes nesh, por nuk duhet të flasim për këtë. Fjalët e saj e tronditën thellë. Ishte një njohje e ndjenjave të përbashkëta që asnjëri nuk donte të pranonte, por që ekzistonin. Ai e dinte se çdo hap për te kufirit mund të shkatëronte gjithçka. Martesën e tij, marrëdhëniet familjare, besimin që Albina kishte tek ai, por zemra nuk e ndalonte dot. Nga ai moment, çdo takim, çdo shikim, çdo bisedë mes tyre u bë një lojë rrezikshme midis pasionit dhe fajes. Dritani ndjeu një përzierje të fuqishme të dëshirës dhe turpit, dhe filloi të kuptojë se ndjenjat e tij për Elvanën nuk mund të injoroheshin më. Ditët kalonin, dhe çdo moment me Elvanën bëhej gjithnjë më i rënd për Dritanin. Ai përpiqej të maskonte ndjenjat e tij përpara Albinas, por çdo lëvizje e vogël e motrës së gruas i ndeste emocionet që përpiqej t'i fshehte. Në shtëpi, atmosfera po ndryshonte pa u kuptuar. Heshtet e tij, shikimet e largëta, dhe shpesh humbja në mendime të thella po bëheshin shqetësuese për gruan. Një mbrëmje, kur Albina kishte shkuar tek shtëpia e një shoqes për një takim të gjatë,
Dritani dhe Elvana u ulën në dhomën e ndenjes për të biseduar më qetë. Fjalët e tyre ishin të thjeshta, por tensioni midis tyre ishte i pashmangshëm. Çdo buzëqeshje, çdo prekje aksidentale, çdo shikim i gjatë dukej se i përshkonte trupin me një rrymë të padukshme, por të fortë. Dritan, ndonjëherë ndihem sikur jeta na vendos në rrugë që nuk duhet të kalojmë, tha Elvana, duke ulur syt. Ai e kuptoi atë moment që ndjenja që po linte ishte më e fuqishme se çdo përpjekje për t'u larguar. Por një pjesë e tij e dinte se çdo hap që bënte mund të thyente gjithçka që kishte ndërtuar me gruan e tij. Ndërsa bisedonin, zemrat e tyre rriheshin në një ritëm të përbashkët, dhe një heshtje e ngarkuar me kuptime të fshehura mbushte dhomën. Dritani ndjeu një ndjesi fajqitëse, por edhe një tërheqje të pakontrollueshme. Ai e dinte se nuk mund ta përmbante më dëshirën e tij, por çdo hap drejt asaj ndjenje duke i rrezikshëm dhe i ndaluar. Një pjesë e tij donte të largohej, një pjesë tjetër donte të qëndronte, dhe kjo luftë e brendshme e shkatëronte ngadalë nga brenda. Në këtë pikë, ndjenja për Elvanën po bëhej jo vetëm e pakapshme, por edhe e rrezikshme për jetën e tij të përditshme dhe marrëdhënien me Albina. Çdo zgjedhje që do të bënte tani do të kishte pasoja të thella, dhe ai e dinte mirë këtë. Ditët e zakonshme të Dritanit po ndryshonin gradualisht, dhe Albina filloi të vërej ndryshime të vogla, por shqetësuese. Ai shpesh duke i shpërqendruar, mendimet e tij dukeshin larg, dhe shpesh i shmangej bisedave të thella. Një ndjesi e holl mosbesimi filloi të zinte vend në zemrën e saj, por ajo nuk mund të kuptonte shkakun e vërtetë. Në këtë periudhë, takimet me Elvanën u bën gjithnjë më të shpeshta, shpesh nën justifikime të vogla. Çdo moment i kaluar pranë saj ishte një përzierje pasioni dhe fajqitjeje. Dritani e dinte se çdo hap mund të thyente gjithçka, por zemra e tij nuk mund të qëndronte indiferente. Një mbrëmje, Albina u kthye më herët nga vizita e saj. Ajo e gjeti Dritanin të humbur në mendime, dhe pa e kuptuar, tensioni mes tyre u ndje qartë. Dritan, çfarë po ndodh? Po dukesh i largët kohët e fundit, tha Albina, me një ton të butë, por të shqetësuar. Ai përpiqej të fliste normalisht, por fjalët e tij dukeshin të vogla për të mbuluar atë që ndjente. Çdo përpjekje për të gjetur një justifikim ishte e vështirë, sepse në zemrën e tij tashmë kishte nisur një ndjenjë të ndaluar, një tërheqje për motrën e gruas së tij, që nuk mund të injorohej më. Albina nuk e kuptoi ende se cila ishte rënja e largësisë së tij, por instinkti i saj e bëri të ndjente se diçka nuk shkonte. Dritani, nga ana tjetër, po luftonte me një ndjenjë të thellë fajqitjeje, duke e ditur se çdo veprim i gabuar mund të shkatëronte martesën e tij dhe marrëdhëniet familjare. Tensioni i brendshëm u bë gjithnjë më i pashmangshëm, dhe çdo moment pranë Elvanës e shtynte më tej drejt një rruge të rrezikshme. Ai e dinte se po luante me zjarr, dhe se çdo gabim mund të kishte pasoja të rënda. Ditët kalonin dhe ndjenja e Dritanit për Elvanën nuk ishte më e fshehtë. Ajo kishte marrë një vend të qartë në mendimet dhe zemrën e tij. Çdo herë që Albina fliste për motrën e saj, çdo përmendje e emrit të saj, i sillte një trazim të papërshkrueshëm. Ai e dinte se nuk mund të vazhdonte kështu, por nuk kishte asnjë forcë që ta ndalonte tërheqjen që ndjente. Një mbrëmje, kur Albina ishte larg, Dritani dhe Elvana u gjetën të vetëm në shtëpi. Atmosfera ishte e rëndë, e ngarkuar me ndjenja të ndaluara. Ata filluan të flisnin për jetën, për ëndrat e tyre, për dëshirat e fshehura. Pak nga pak, heshtja u shndërrua në një pranverë të ndaluar emocionesh. Një shikim i gjatë, një prekje aksidentale, dhe zemrat e tyre filluan të riheshin në të njëjtin ritëm. Dritan, nuk duhet të ndodh, tha Elvana, duke ulur syt, por zëri i saj dridhej, dhe fjalët nuk e fshenin dot atë që ndjente. Ai e dinte se çdo hap më tej mund të shkatëronte gjithçka, por pasioni dhe dëshira e ndaluar e detyruan të afrohej më shumë. Ai ndjeu një përzierje të thellë fajqitjeje dhe kënaqësie, ndërsa ndjenja e tij për motrën e gruas së tij u bë e pamëshirshme. Në këtë moment, Dritani u përball me zgjedhjen më të vështirë të jetës së tij. Të vazhdonte të luante me zjarrin e një dashurie të ndaluar, duke rrezikuar martesën dhe familjen, apo të mbyllte zemrën dhe të luftonte për të ruajtur atë që kishte ndërtuar me Albina. Të dy opsionet ishin të dhimbshme, dhe çdo vendim kishte pasoja të mëdha. Kjo pjesë tregon se sa e ndërlikuar dhe e rrezikshme mund të bëhet dashuria, kur përplaset me normat morale dhe përgjegjësitë familjare. Ditët kaluan, dhe tensioni në shtëpinë e Dritanit u bë i dukshëm. Albina filloi të vërej sjellje të çuditshme, largësi, heshtje, shikime të humbura dhe një ndjesi të pazakontë të fshehtësisë. Çdo herë që përmendej Elvana, ajo ndjente një dridhje të brendshme, por nuk mund të kuptonte shkakun e vërtet. Dritani, nga ana e tij,
po ndjente një presion të madh emocional. Dashuria për Elvanën po bëhej gjithnjë më e pamundur për të fshehur, dhe çdo moment pranë saj e detyronte të përballej me ndjenjat e tij të ndaluara. Ai e dinte se çdo hap mund të shkatëronte gjithçka, martesën, besimin dhe marrëdhëniet familjare, por zemra dhe dëshira e ndaluar nuk e lejonin të tërhiqej. Një mbrëmje, pas një bisede të gjatë dhe të ngarkuar me emocione mes tij dhe Elvanës, Dritani kuptoi se kishte arritur një pikë pakthim. Faji dhe dëshira ishin të përzier në një mënyrë që nuk mund të ndaheshin më. Ai e dinte se do të duhej të bënte një zgjedhje të dhimbshme, të pranohej me ndjenjat e tij dhe të përballej me pasojat, apo të mbyllte zemrën dhe të luftonte për të ruajtur atë që kishte ndërtuar me Albina. Tensioni arriti kulmin kur Albina filloi të ndjente se diçka po ndryshonte, dhe ajo kërkonte shpjegime. Çdo fjalë, çdo heshtje, çdo shikim u bë pjesë e një loje të rrezikshme, ku secili veprim kishte pasoja. Dritani ishte në mes të një konflikti të brendshëm të pakapshëm. Dashuria e ndaluar për Elvanën dhe detyrimi moral ndaj Albinas. Kjo pjesë tregon se sa e rrezikshme dhe komplekse mund të bëhet jeta kur ndjenjat e ndaluara fillojnë të ndikojnë në marrëdhëniet familjare, dhe si faji shpesh ndërohet në një barë të rëndë që shkatëron qetësinë emocionale të personit. Dritani ndodhej përballë momentit më të vështirë të jetës së tij. Ndjenja për Elvanën ishte bërë e pamundur për t'u injoruar, dhe faji që ndihej për këtë ndjenje e rëndonte çdo frymëmarrje. Ai kuptoi se çdo vendim do të kishte pasoja të thella. Çdo hap drejt Elvanës mund të shkatëronte martesën dhe marrëdhëniet me Albina, ndërsa çdo përpjekje për të mbyllur zemrën mund të sillte dhimbje të pashlyeshme për veten dhe motrën e gruas së tij. Një mbrëmje, pasi Albina ishte larguar për një vizitë të shkurtër, Dritani u takua me Elvanën. Shikimet e tyre u përplasën, dhe heshtja u mbush me emocionet e ndaluara që të dy kishin përjetuar. Dritan, kjo nuk mund të vazhdoj. Çfarëdo që ndjejmë, do të na shkatërroj, tha Elvana, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. Ai e kuptoi se nuk kishte më kthim, por gjithashtu e dinte se nuk mund të vriste tërë jetën e tij dhe familjen për këtë pasion të ndaluar. Me dhimbje të madhe në zemër, Dritani mori vendimin që shpesh është më i vështiri, të largohej nga ajo që ndjente dhe të përpiqej të ruante martesën e tij dhe respektin për Albina. Dritani i tregoi Elvanës ndjenjat e tij, por gjithashtu e siguroi se nuk mund të vazhdonin këtë rrugë. Lotët mbushën sytë e tyre, sepse ajo që po mbaronte ishte një dashuri e ndaluar, e cila nuk do të kishte kurrë mundësi për të shprehur plotësisht. Në ditët pas kësaj, Dritani punoi për të rikthyer besimin dhe qetësinë në martesën e tij. Ai kuptoi se dashuria e ndaluar ishte një mësim i dhimbshëm. Ndonjëherë zemra ndjen gjëra që nuk duhen ndjekur, dhe çdo zgjedhje ka pasoja. Albina, me kohë dhe durim, filloi të vërejë ndryshimet dhe përpjekjet e tij, dhe marrëdhënia e tyre u forcuar ngadalë, bazuar mbi sinqeritetin dhe përkushtimin. Historia e Dritanit tregon se ndjenja e ndaluar mund të lindë papritmas dhe të trondisë jetën, por përgjegjësia, përkushtimi dhe dashuria e vërtet shpesh kërkojnë sakrifica të mëdha. Faji dhe dëshira mund të jenë të fuqishme, por zgjedhja për të ruajtur atë që është e shenjtë, familjen dhe respektin, shpesh është veprimi më i guximshëm dhe më i vështirë i jetës. Nëse dëshiron, mund të përgatis edhe një version të gjatë prej rreth 3000 fjalësh, ku çdo pjesë është zgjeruar me detaje psikologjike, dialogje dhe ndjenja më të thella për të gjithë personazhet.